Kam një dilemë dhe kam nevojë për ndihmën tuaj. Shpresoj që dikush ta zgjidh këtë mister. Prek secilin prej nesh dhe dëshiroja që secili të lë komentin e tij në një argument të tillë. Thuhet që politikanët kanë shumë para, janë miliardera. Madje ka disa personazh ose edhe gazetar që thonë që unë ndihem, me një fjalë më vjen zor kur jam përballë një politikani, sepse vetëm veshja e tij, për shembull nga këpucët, nga xhaketa, atletet, apo çanta, apo telefoni, apo ndoshta edhe makina, të gjitha së bashku bëjnë sa shtëpia ime, madje sa ka marrë unë për të jetën time, thot dikush. Dhe pyetja ime është, a i ka kapur njeri këto miliona? A ka hetuar policia, shërbimet sekrete, apo edhe shteti? A kanë hetuar për këta miliarder? Ku i kanë fshehur? Ju si thoni? I kanë fshehur kaq mirë sa që nuk i kapin? Është pyetje. Sepse në qoftë se kanë përlyer duart, pa dyshim diku janë këto para dhe është e pamundur që shteti të mos i kapi. Apo jo? Pyes sepse unë nuk është se jam shumë në brendësi të këtyre, si quhen këto hetime që bëhen për sa i përket politikanëve. Ju çfarë mendimi keni? Parat që këta kanë bërë, milionat që kanë bërë, ku i kanë? Mos ndoshta nuk kanë fare miliona, ju si thoni. Dhe pse thuhet më shumë për politikanët e Ballkanit dhe jo të Evropës, që janë miliardera më shumë se sa ata të Evropës. Pra, politikanët e Ballkanit thuhet se janë më miliarder nga ata të Evropës. Bile në një mbrëmje, në një darkë, kam qenë prezent ku një politikan që nuk është shumë i famshëm, italian, tha një fjalë. Sa kemi ne, tha, të gjithë politikanët italianëta, para, mund të ketë një politikan nga Ballkani. Çdo të thotë kjo. Dhe tjetra, në qoftë se keni vënë re çdo lloj politikani, ato që i merr të pastërta për aparat nga shteti, përveç se i mbulojnë që të gjitha shpenzimet, në çdo lloj, në restorant, në avione, në hotele, kudo. Sa para marrin dhe pastaj a marrin të tjera para dhe tjetra? Ku i fshehin milionat në qoftë se i marrin? Mos ndoshta nuk kanë fare, si thoni ju. Dhe në krahasimet huajt, sa kanë? Pres komentet tuaj që ta diskutojmë.